Përshëndetje të dashur teleshikues, kudo ku jeni dhe mirë se vini në edicionin e 8 me radhë të Riki Show. Jemi këtu në Malishef. Jemi pikërisht në një nga sallat më të bukura ku bën organizimet familjare të dasmave dhe që quhet Mani 2. Atëherë këtu kam edhe një panel të nderuar që është në përbërje sonte të aktorit ton të mirënjohur, Avni Hotit. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Kemi këtu Miss Kosova 2001, Albina Hashani. Mirë se erdhet, Albina. Kemi gjithashtu edhe profesorin e nderuar, Rami Ymeri. Mirë se erdhet. Gjithashtu kemi edhe profesorin tjetër të nderuar të gjuhës angleze këtu në Malishev, është Veton Kastrati. Mirë se erdhet. Tashmë pak a shumë të gjithë ata teleshikues që në ndjekin çdo të premte me fillim prej orës 21 në televizionin TVR, në Diaspora TV, në kanalin e 11 që nga Australia e largët edhe në mbar Evropën, gjithashtu edhe në IPTV Liria që është me qendër në Cyri dhe që ka rreze veprimtarie në komplete Europën, gjithashtu edhe në tërë Kosovën nëpërmjet IPCOS në kanalin 97, gjithashtu edhe një bashkëpunim që kemi me Kos Cable në të gjitha operatorët lokal dhe gjithashtu online në kohë reale me portalin ton televizionit tvr.com transmetohet dhe keni mundësinë që të shikoni çdo të premte. Çdo të premte me fillim prej orës 21 ne sjellim tek ju të dashur teleshikues Riki Show. Riki Show vjen në familjet tuaja me temat e këtij emisioni, me mysafirët e mi, për të zbërthyer atë që ne flasim çdo ditë dhe sonte do flasim për një temë që shoqërohemi çdo ditë, komunikojmë çdo ditë. Janë shoqëria, pa të nuk ka jetë. Pa shokë e miq e dashamir kuptohet që nuk ka jetë, apo jo? Sa pajtoheni? Pajtoheni se pa miq e dashamir shok nuk ka jetë. Trimi mirë me shok shumë, thot një fjalë e urtë popullore, i nderuar Hoti, sa pajtohesh ose ku e gjen veten, te cili trim? Me shok shumë, me shok pak? Trimi mirë me shok shumë, s'po tham atë që thonë të tjerë është Gjergj Kastrioti, jo. Unë mendoj se trimi mirë me shok shumë, jam unë, je ti, se kemi shokë dhe miq shumë. Janë gjithë këta tu që jemi plot shokë e miq. Bravo. Tu zgjeruan shokët dhe miqt kur morët titullin e misit? Po, shumë. Edhe ashtu, kam qenë shumë e shoqëruar me shoqe, shok. Po? Si tipi njerit. Po edhe mbas titullit edhe kom bo dhe alo ma shumë. Shumë bukur. Dhe trimi mirë me shok shumë, ku e gjen veten, te cila pjesë, dhe më thonë si një trimresh me shok shumë, a me pak shok, apo? Do të thëja me shumë, me shumë. Mirë shumë. Edhe ende jam ashtu. Sa orë në ditë ja dedikoni shoqërisë, miqësisë, me telefon, me takime, me kafe, me vajtje ardhje? Shqyrtash që është edhe interneti, do me thonë Facebook, Twitter e këto. Rrjetet sociale? Po. Tash ma shumë në rrjetet sociale se sa që dalë. Për arsye fëmija edhe jam tash familjare, kështu që mundona sa ma shumë javë për kushtu kohën fëmijëve familjes. Shumë mirë. Po, s'to me thonë që... Po, edhe shoqërinë natyrisht nuk e linianësh, por tashmë në një realitet tjetër, në një realitet virtual, si që janë rrjetet sociale. Profesor i nderuar, në cilin grup të njerëzve bën pjesë, sa shoqëria juaj ka ndikim të kjo në jetën tuaj të përditshme? Ndikosh nga ta? Po, kjo fjala e urtë popullore, ajo është shumë e qëndrueshme. Apo ata ndikohen nga ti? Trimi mirë, me shok shumë. Normalisht, vetëm nuk bëhat asgjë. Ose bën shumë pak punë vetëm, janë shumë punë personale. Për ndryshe, sidomos në kohët e sotshme, shoqëria është gjithçka thujase. Asgjë nuk bëhet pa shoqëri. Sa më shumë shok, aq më mirë. Si mendoni, ka shoqëri të përjetshme apo shoqëri në disa faza? Vinë disa të tjerë, shndrohen, vinë të tjerë, varësisht për interesave të profesionit, të jetës se ku jeton? Shoqëria mund të dhe të variron nga njëherë.
Kur je ma i ri mund të kesh shok tjerë të shkollës, pastaj shpërndahen kush atje, gjenë shoqëri tjetër, po ka dhe shoqëri të qëndrueshme. Ka shoqëri që ndoshta prej fëminie e ke shok edhe mbesësh deri në fund jetës. Pa ato janë pak sa më të ralla. Po, sa pajtoni me këtë të nderuar? Po pasi jemi pjesë e shoqërisë, kemi lindur në shoqëri, jemi rritur në shoqëri, është padyshim që ndikimi i shoqërisë ka bërë vetëm të çdo individ. Po. Unë s'kisha pajtuar me thonin e shok trimi mirë me shok shumë, për shkak se ditët sote do të Ka dhe frika cak, po që kanë shok shumë. Po, patjetër, ka dhe tipe tjera njerëzve që kanë shok shumë. Unë kisha me thonë truk shoku i mirë me shok të zgjuar. Po, sa pajtohesh mirë që nuk pajtohesh me atë trimi mirë me shok shumë, se ka dhe frika cak me shok shumë, biznesmeni me shok shumë, pajtohesh me këtë thënie? Po, patjetër. A mendon se shoqëria mundet të të humbas nëse ti krijon raport me të gjithmonë duke këshilluar, kritikuar, apo duke mos ja vënë ndonjëherë në pat meta që ka? Po edhe nuk duhet me kanë edhe i tepër, se shoku të mirë duhet edhe me numëru të metat, po me një gjentilencë, me një kulturë, për mos me e lëndu, për me pasaj besim me dëgju, dhe në fund me kuptu e se ti e ki për të mirën e ti, atër të vlerësot se vërtet ka shok. Unë kam shumë shok dhe miq, që të meta, se s'ka njëri pa të meta, që kur mi kanë përmend të metet e mija, his ma ka kojt. His, me kom real. Po ma ndej, se kom pranun, nërsi kuptohet his se kom pranun, se kom kryt pak, që s'ki. Ma ndej, kur a është largu, atër të tjerë këmë thonë, e pasë unë këto vërtit e kom shok. Dhe këtë që ata thashe pat të drejt, dhe e vlerësoj do të... Këtu është edhe, do të të se kemi harni thes kryp me to, po miku dhe shokut, edhe dobësin duhet me e thonë, po pak ma me marifet, me e thonë si shok. Mos me marrë si i nati, ose si trajtim si një fëmijë, se shokun së mund me pas një moshës shumë matrese vetë. Po shok janë gjithmonë një gjenerate. Sa ka zgjatë idhnimi me një shoqe të ngushtë e Albina? Jo. Nëse ka pasë edhe ne mos pari. Po natyrisht se ka pasë, mos ketë pasë. Gjithë ne me shoqe i idhërohemi në fazat ndryshme të jetës, në ngel hatri për diçka. Në moshën adoleshente... Natyrisht, po. Po edhe në moshën e tanishme në ngel hatri me shokemi, që mund të keq kuptohemi tek një gërm, sidomos tek shoqëria virtuale, ku ndoshta mos komunikimi live, ndonjëherë një fjalë që e shkruajmë ka kuptime të dy anshme apo të katër anshme, keq kuptohet dhe fillon e të merr mëri. Sa ka zgjatë në jetën tënde pak a shumë hidhërimi me atë shoqe, sa të ka munguar? Nuk kom pas ashtu hidhërime. Ka zot drejt tash, a? Jo, drejt po tregoj. Ndoshta në moshën adoleshente, po flasë shkollës fillore, klasa e pare, 2 e 3, ajo që fëmija ngacmohen për pak sende në shkollë, se jo, kështu s'kom pas, diçka na hidhërim. Shoqëria juaj, shoqet për rreth gjatë adoleshencës tënde, deri në këtë pikë, kanë qenë një farë mënyrë një shtys, të kanë shikuar me syrin e konkurencës, të rivales, të kanë dhënë më tepër motiv, apo gjithmonë të kanë përkrahur? Mu ma merr mendja që më kanë përkrahur dhe se di, unë jam një person që nuk i marr gjonat shumë... Afër zemrës? Po, edhe nuk i rris shumë të mëdhaja, a mos e pat më thonë kështu, sa ashtu, e ma thanë në mënyrë o kolla, qysh e kemi na. Jo, une për veti i thëmë një shoqës apo shokët e kam qashtu vetë, i thëmë drejt për drejt, të mirën apo të keqen. Nështë të keqen e thëmë me një mënyrë pak ma dëbut, ma... Që mos të lëndosh? Po, kështu jam tipit ma shumë i drejt për drejt. Profesor? Nuk i rris gjonat. Në lidhje me atë sa mund të kenë mbajtur mëri, apo inat, apo nga ndonjë qortim, apo nga ndonjë sukses, apo... Unë jam prej atyre që nuk kam dëshirë të ofendoj dikon, edhe ata tipa që janë kështu si unë, ata pastaj kur dikush i ofendon, mund të majnë ma tepër mëri ose inat, dhe mu më kanë gjak jo. Me shokun tim në Prizren, Janë përvoja interesante këto. Me njerë pas luftës, do me thonë, vetëm për shkak gazetës,
pse më ka thonë, pse për lezon këtë gazet, Po? dirisa e lezon të një gazet shumë më të keqe, edhe kur... Edhe aty i kom thonë, hera parë edhe i fundit kështu në këtë tonë. Po, që më përzihesh. Më tregon që ka me lezu. Ai, se ka prit, shumë është befasu se kur njetë që kom thonë. A, unë, atë gazet që i lezon të aj, nuk mu isha me pa me sy, edhe nuk i kom thonë, ai gjithmonë e lezon të. Njëherë më pa me një gazet tjetër. Edhe jam i dhënu edhe kom majtë shumë inatë. Po pas ta i kom ardhë Prishtinë dhe tash nuk kom inatë, po nuk shifmi fort me te. Kush ju pajtoj? Apo vetë-vetiu? Ja, jemi pajtu vetë-vetiu, po jo mu ndjenit pajtu në mungesën mënyrë e njëri shumë tjetrit? zyrtare, po jemi taku, prap kemi vazhdu bisedat, ashtu si... Me po të njëjtin Si intensitet, ngadal, apo po, kështu ngadal? Ngadal. Gjithmonë, kur flet për shoqënin, vërtet në vetë vete e ndjen, si të përmene fjalla shok. Kam përshtypjen se secili e ndjen në vetë vete në një afërsi, në një... Do thotë, kjo temë, aq mund të flasim për te, aq Ku jemi mund të të zerojmë. shoku, ku jemi të shoku, të shoqja, të ata njerëz që kemi dëshirë të pim kafe me ta, kur vjen puna, pastaj për të paguar kafen. E po, për shkam shoku? Këtu dash të dalë. Shoku është për me pagu kafe, në po të lutëm. Se shokët e në veç me qeras me kafe. Jo, shokët e në ata që të qerasin me kafe, do t'i pagu nej. Pikrish, prandaj nuk pit kafja vetëm. Okej. Shoqëria nga njëherë nuk mund ta zgjedhë me parametrat apo me kriteret që një fëmijë ka të trashëguar apo të kultivuar nga edukata e familjes. Por ato i merr direkt nga kontakti i parë që del në rrugë, takon shokët e rrugës, fillon e kultivohet me ligjin e rrugës të shoqërisë së rrugës. Sa është e ndjeshme, sa është e rrezikshme? Po është patjetër, për shkak se kur del për një ambient të ngushtë familjes, del me një ambient më gjerë. Edhe kur del me një ambient më gjerë, ka persona me karaktere ndryshme, me interesat ndryshme, edhe nuk mund me kontrollu vetën mos si individi lirë, për shkak se do të më nënshtru rregla ose kushte që shoqëria ja përcakton. Me fillim, nëse ti do me kosh shok i mirë me mua, do të më bëj këto gjëra që i bëj dhone. Edhe padyshim nëse i ofrohen vazhdimisht dohane ose gjëra tjera, nëse nuk e pin dohane të si shok jami, na gjithë pepina ti nuk e pin, në këtë formë ai rekrutohet edhe në atë rrjetin e shoqërisë. Për mos i përmend edhe gjëra tjera më të rrezikshme. Një tregim që më kanë treguar me një konferencë një ligjërues i Amerikës, ai tregonte që djalin vetë e ka mbikëqyrë shumë deri në momentin kur ka diplomu. Edhe atë shumë është kujdes për to që se ka leju kur me dal jashtë. Për momentin që ka diplomu, ja ka jo 500 euro dhe i ka hau del arktohet me shoqërinë tuaj. Edhe natë, një ndalë më arktu me një diskotekë edhe e kanë therë djalin e tina. Ta është ai theke, unë si prind, e kom ru 19 vjetë, nërso vetë natën e diplomimit, ja kom jo por, del arktohet, këna që shio jetën, edhe kjo i ka ndodhë ashtë. Unë si prind theke, jam fajtor, a është dash me bo këtë gjest, a qka është dash me bo. Dhe më ndodhen gjërat pa pritra një që su një kontrolluin asë kush. Atëhere, këtu e përfundojmë të dashur teleshikues. Faleminderit Malisheva. Do takohemi pra të premten e ardhshme në një qytet tjetër të Kosovës, me një panel tjetër, me një temë tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.